Zoti Markoç, ju keni folur për Lea Ypin, e cila ju mendoni që do jetë zëvendësuese e kryeministit Rama. Ku e bazoni këtë dhe a ka sinjale që mund të shkohet drejt këtij zëvendësimi? Që Lea Ypi do ishte zëvendës kryeministri i Shqipërisë, nuk e diskutoj në mandatin e 4 të Ramës, pasi Belinda Ballukun ai nuk e kishte në program për ta marrë si zëvendës kryeministre, por forcat tjera detyruan që të bënte këtë lloj vendimi. Sinjale kam pasi dhe botova sot madje kur Universiteti i Durrësit, Aleksandër Mojsiu, me rastin e 20 vjetorit të tij, ka bërë një tender sepse do bëj një organizim dhe do të bëj Lea Ypi do ta bëj honoris causa. Domethënë është anormale, e pabesueshme, një njeri që në Shqipëri nuk e njeh njeri, nuk di askush asgjë në Shqipëri sepse ajo jeton për vitesh në Angli, një njeri që i përket normal laboristëve atje, është me Sorosin, është mirë financuar nga Sorosi. Atë që kam thënë që opozita nuk e ka ngritur kur zërin për këtë, megjithëse kjo përfaqëson Shqipërinë nëpër vende apo konferenca të ndryshme, nuk di se me çfarë mandatin, por përveç mandatit të këtij njeriu që ka ndërtuar mafian shtet me asnjë mandat tjetër. Dhe çuditërisht tashmë na del edhe që domethënë Universiteti i Durrësit e bë honoris causa Lea Ypin. Domethënë një njeri thash që nuk e njeh askush, por këto janë sinjale të cilat ky po mundohet tashmë të rikuperoj, sepse ai di shumë mirë që Belinda Balluku mos sot nesër do largohet nga ai post. Dhe gjitha bëhen pikërisht për këtë. Ai ka këtë lloj skeme. Skema e Sorosit në Shqipëri, unë kam thënë që për 35 vjet në Shqipëri komandon vetëm Sorosi dhe në Shqipëri është bërë vetëm politika e Sorosit. Prandaj edhe Amerika dhe vetë Trumpi është në luftë hapur me Sorosin. Për sa kohë e ka deklaruar organizatë kriminale, patjetër që do të jetë në luftë me të dhe janë tepër të shqetësuar për Sorosin që ndodhet në Shqipëri. Dhe ky vazhdon me këtë lloj sinjalesh, duke marrë njerëzit e Sorosit. E qoftë edhe ministra e shëndetësisë është po e bija e personit të cilit ka qenë e para që ka drejtu fondacionin Soros në Shqipëri. Dhe ky më merr dhe e bën ministre, ju e keni parë, nuk di as të artikuloj fjalë, as të bëj fjalë. Jo se ai parlament është me persona të ndritur, sepse aty absolutisht askush nuk di artikuloj fjalë, po ti vesh janë të gjithë një fjali, nuk e thon sa glam. Sepse është ajo pjesa që kam thënë që brezi 30 vjeçar është ai që ka shkatruar Shqipërinë dhe brezi 30 vjeçar është ai që do ta shkatërrojë prapë Shqipërinë. Dhe rastet janë konkrete në Shqipëri, por tashmë po shohim që ky po afron njerëzit më të besuar të Sorosit për t'i pasur dhe për të mbajtur atë pushtetin. Themi për të mbajtur atë premtimin. Mos harrojmë se Lea Ypi është piketuar kohë më parë kur ky refuzoi gjoja për refugjatët, refuzoi marrjen e refugjatëve kryeminist anglisë, dhe këtu ishte ajo loja që ky do caktonte Lea Ypin dhe Lea do ishte si ministre e jashtme dhe ajo pastaj do bënte bisedimet dhe asaj do i quhesh si një fitore, si sa ardhja asaj domethënë në krye të qeverisë do bënte të mundur, se këto punojnë me programa fatgjatë. Domethënë Sorosi është me programa fatgjatë dhe pikërisht gjithë zbatimet e Sorosit do t'i bëjë Lea Ypi. Kjo është e gjitha. Nuk do arrit dot qëllimit. Jeni të bindur për këtë. Unë kam bindje totale që nuk do arrit këtë qëllimin. Pavarësisht nga lodrat që po bën. Zoti Markoçi, çfarë do ndodh me Belinda Ballukun? A do vendos gjykata kushtetuese pezullimin përfundimisht të saj? Unë kam thënë, gjykata kushtetuese nuk ka ndashta vendosi, ndash mos ta vendosi, ai është kur e shtyu për 4 ditët e pushimit që e shtyu, duk që do bëhesh një lojë, dhe unë të tash kjo 4 ditë shtyrje e gjykatës është vetëm për një marrëveshje, ashtu siç ndodhi. Por çdo që të marrë gjykata kushtetuese, ka një ligj 9056 e 2022 të kuvendit ku për tek deputetit, pra te mandati i deputetit është shtuar në erin 11.1, ku thotë nëse një
ministër, zëvendës ministra apo kushdo qoftë, domethënë, nëse i ngrihet një akuzë bazë kodit procedurës penale, ngrihet një akuzë, në atë moment ai person shkarkohet, pezullohet, merret masa e pezullimit, e kupto, dhe pikërisht se është deputete. Pikërisht për këtë punë e kam vënë vetë. Por më vjen çudi sepse të gjithë nuk flasin për Venecia, flasin a do maj ky apo nuk do mbaj qëndrim gjykata kushtetuese. Pavarësisht, unë do e kam qytet edhe rastin ekstrem nëse gjykata lum menç edhe shtyn surratin e vet. Atëherë është plani B i SPAG-ut apo i FBI-s apo i politikës amerikane dhe Belinda Balluku pastaj do t'i merret një mas tjetër sigurie, do kalojnë mas tjetër sigurie. Por për sa kohë Belinda Balluku, pavarësisht se Rama e dërgoi në gjykatë kushtetuese dhe ditën që gjykata kushtetuese caktoi datën 12, Belinda Balluku pa ditë dorëzoi kërkesën në apel për të kundërshtuar vendimin e GKKK-s. Kështu që ngado që Corrollatit, ky po e shtyn këtë lloj loje pikërisht për atë çka kam deklaruar që Rama, domethënë Rama vetë nuk është i zotit ta heqi Belindën, ai është i detyruar vetëm mbi bazën e një vendimi gjykate. Pra të ketë justifikim një vendim gjykate për të shkarkuar Belinda Ballukun. Dhe kjo është loja që unë kam deklaruar që ditën e parë dhe kjo lojë po vazhdon akoma. Dhe unë prapë them, ai kërkon vetëm një vendim gjykate për ta shkarkuar, se vetë ai më shpejt shkarkon veten se sa Belinda Ballukun. Nëse do ta shkarkonte Belinda Ballukun, atëherë unë kam thënë që do plasin lufta rrugës, kaq. Mediat amerikane ka pasur disa artikuj, sidomos ditën e sotme, ku kanë vënë theksin lidhur me, po themi, marrëdhënien që ka Donald Trump me Edi Ramën dhe pse Donald Trump po toleron Edi Ramën. Paktën një nga mediat më të rëndësishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë theksonte. Zoti Merkolçi, si e keni parë këtë shkrim të medias amerikane lidhur me marrëdhënien e Trump me zotin Rama? Mos gabojmë, para 2 ditësh kemi diskutuar, ju kam thënë që Rama e ka shumë keq situatën pasi është marrë një vendim nga vetë Donald Trump për sa i përket Ballkanit dhe vetë Ramës. Dhe Shqipërisë, domethënë. Kur flasim për Shqipërinë, kuptohet që është Rama. Ajo që është dhe që media amerikane apo Kongresi Amerikan, domethënë disa kongresmen amerikanë kanë të pakuptueshme, domethënë ashtu si ndoshta edhe ne, të pakuptueshme që nga një anë është hap luftë drogës, korrupsionit, krimit të organizuar dhe vetë Sorosit. Dhe nga ana tjetër Rama po mbizotëron dhe po bën këtë lloj qasje apo edhe deri në tallje të presidentit të Amerikës dhe me vetë Amerikën. Mos harroni, reagimi i shkrimit vjen pas 2-3 ditësh që Rama bëri atë skandalin tjetër, domethënë duke deklaruar dhe thënë që Amerika i zgjedh çështjet me bomba. Kështu që pas këtij Trumpi bëri atë, ka kërkuar domethënë një luftë të ashpër kundër Ballkanit edhe Shqipërisë si vendi që është çerdhe e Sorosit. Në këtë çerdhe patjetër që komandon Rama dhe patjetër që është ky komandanti i cili ka marrë për detyrë, unë u kam thënë me kohë që në qoftë nga Gabale, qoftë nga Sorosi apo nga Manoseria, ky ka marrë një detyrë për të ndenjur me çdo kusht në krye të Shqipërisë. Dhe e gjitha ndodh pikërisht sepse ka një luftë të ashpër edhe ndaj vendeve të Bashkimit Evropian. Kemi diskutuar gjithmonë që vendet e Bashkimit Evropian janë ato vende të cilat po e mbajnë, po e ndihmojnë Ramën në pozicionet e tyre ku kanë me deklaratat e tyre, me mbështetjet që i dhanë, qoftë edhe kur u ndodhi çështja Balluku, ata erdhën të gjithë këtu
dhe duke lavdruar Shqipërinë, qoftë edhe ato negociatet që u hapën, se edhe negociatet në Shqipëri u morën sikur u bë një hap i madh, u bë një gjë e madhe, po përsa i përket politikës amerikane, e cilët tashmë i shef gjërat më lutën në Shqipëri, nuk është më ai interesi i Amerikës siç ishte me NATO kur i futi Shqipërinë në NATO, se ishte interesi i saj për ta futur në Shqipërinë në NATO, se ne nuk e merrim tonën, se ne s'kishim as ushtri, as politika, as ekonomia, asgjë. Por tashmë përsa i përket kësaj, unë thash që përveç dosjes me Gonigalit, kemi edhe dosjen e Sinaloas në Amerikë. Dhe duke qenë gjithë kjo konglomerat, do me thënë, i të gjithë zhurmnajave, i gjithë ndodhive që ndodhin në Shqipëri, pa tjetër që tashmë edhe kongresmenët amerikanë apo senatorët e tyre janë të shqetësuar përse përket politikës Trumpit, mos harrojmë sepse nga një anë po flitet për Venezuelën, do me thënë, si vend i rrezikshëm për drogën e më the thash, dhe nga ana tjetër çerdhja e Sorosit, e cila është edhe çerdhje e drogës, e korrupsionit, e krimit të organizuar, që ndodhet në Shqipëri me një kryeministër i cili gjen forcën totale, qoftë me Amerikën apo qoftë edhe me presidentin Trump, nuk goditet, nuk merret. Sepse nuk është problemi se Amerika po ndërhyn në punët e brendshme të Shqipërisë, por Amerika ka në dorë si dosjen me Gonigal ashtu dhe dosjen Sinaloa. Jo pa qëllim e nxorën mikun e tij, e nxorën non grata, dhe jo pa qëllim u botua dhe fotoja e tij në zyrë bashkë me Ramën, në zyrën e Ramës. Kështu që tashmë do të presim goditjet që do të japi vetë politika amerikane. Unë u kam thënë që goditjet e para kanë qenë shumë të fuqishme, sepse kanë bërë abandonimin total të Ramës kashi politikës apo diplomacisë amerikane, nuk kam asnjë lloj takimi. Tashmë pritet bëhet edhe ajo goditje ligjore tashmë. Dhe unë presi dosjet janë spak, fobia ndodhet në spak, dhe çështja Balluku, e cila u mor dhe u trajtua në atë formë, nuk u arrestua, po thjesht u la me një pezullim, apo e heqë pasaporte, thjesht vetëm kaq. Unë pa të thënë që është politika amerikane, po ndjek një strategji tjetër, duket për ta shmontuar Ramën, për ta zhveshur, për ta bërë një kryeminist të pafuqishëm kashi krimit të organizuar, drogës, dhe për të parë atë ndërhyrjen brutale që ky do bënte, edhe ata do ta kenë parashikuar, domethënë që ky do ndërhyj brutalisht edhe në drejtësi. Kështu që ajo që kam thënë që Rama do ndërhyjë në të gjithë institucionet shtetërore, tashmë vetëm tek Spaku nuk mundet të ketë ndikim, sepse aty jo vetëm fobia, po është edhe dea amerikane. Shohim tash se si do ecin gjërat. Unë nuk kam deklaruar që deri në fund të vitit do ketë një bum të madh në Shqipëri. Uroj që të dalë. Zoti Merkoçi, kur thoni do ketë një gjë të madhe deri në fund vitit, çfarë keni parasysh me këtë? Pra, çfarë mund ndodh që të jetë aq e madhe sa të konsiderohet? Aq e madhe që do të rënditet politika shqiptare. Kjo është ajo e madhja. Dhe aq e madhe kur unë kam deklaruar, ndoshta është marrë si retorik, ndoshta është marrë nuk di se si, po unë kam thënë që Rama të zgjedhë dhe ku do ta bëj burgun, do ta bëj Shqipëri apo në Amerikë. Unë jam i bindur dhe kam qenë i bindur, besoj, dhe kam qenë në këtë lloj linje gjatë gjithë kohës, thash që politika amerikane nuk mundet, apo vetë presidenti i Amerikës nuk mundet që të financojnë, të hedhin para, të financojnë për një vend dhe në fund fare të dalin të dështuar. Unë nuk e pranoj këtë. Dhe nuk besoj se ata do ta pranojnë këtë. Mi po bëjnë një kohë shumë e gjatë, të cilët ata po e sulmojnë. Mos harroni se gjithë dosjet, unë kam thënë, dosjet kanë qenë përgatitura në Amerikë. Këtu janë thjesht plotësime, disa gjëra, domethënë themi elementare, por nuk janë as denoncimet e X-it as Y-it. Dosjet kanë ardhur dhe kanë kohë që ato përgatiten për ande.
ju e dini shumë mirë që të vi 2 herë zëvendës sekretari i shtetit të vi në Shqipëri brenda 10 ditëve dhe pas ardhjes së dytë të tij besoj se ju e vutre që u ndalua balluku. Pikërisht sepse kur preket interesat e Amerikës, aty ku Amerika preket, ata nuk të tolerojnë, nuk të falin. Dhe Rama është një person i cili ka prek interesat e Amerikës, ka prek edhe sigurinë kombëtare të Amerikës. E ka prekur në të gjitha drejtimet. Nëse do kujtojnë në disa intervista, qoftë edhe pas zgjedhjeve kam thënë që inceneratori nuk është absolutisht asgjë për sa i përket dosjeve të tjera, të cilat janë shumë më të mëdha se ai incenerator, duket pik lule. Do shifni se ka prekur interesin sepse është porti i Durrësit. Unë kam thënë porti i Durrësit do haj kokat. Do ju haj kokat këtyre. Sepse është porti më i vjetër, më historiku, me një dalje fantastike në det, strategjik, ashtu siç është edhe Karaburuni apo Sazani, ashtu siç është edhe tek porto tek Kalaja Alipashës, domethënë janë pika strategjike. Shqipërinë ka beku Zoti që ka vënë në një pikë strategjike. Mirë, po të prishësh këto pika strategjike dhe të mendosh vetëm për të ngritur kulla, për të ngritur turizëm në të njëjtën kohë kur po shihet fare thjesht se lufta është brenda Europës apo në vende të tjera dhe ti të mendosh vetëm për të shkatruar vendin, dhe mos harrojmë ajo tjetra pastaj që unë kam thënë që porti i Durrësit është cilësuar jo më nga ne, po nga vetë Europa është cilësuar si porti i cili po thyen embargon e naftës të Rusisë, i cili vjen këtu, domethënë dhe pastaj shpërndahet në vendet e tjera. Kështu që Shqipëria na ka falë Zoti që është pikë strategjike, po jemi të mallkuar me këta njerëz që drejtojnë këtë vend që po e shesin kaq. Por që do ketë të goditje, unë ja u kam thënë sepse vitin tjetër është edhe ajo pjesa tjetër, në logjikë është edhe pjesa tjetër që vitin tjetër ai Trumpi vetë nuk është më i mundur për vetëm arsye sepse fillon, mund të them edhe ka filluar lufta për Kongres Amerikan, kështu që do jenë gjithë bateri do jenë në zgjedhje. Kështu që besoj se deri në fund vitit do ta zgjidhin këtë histori. Do të shohim se ky po bën çdo lloj mënyre, çdo lloj gjëje. Megjithatë, të shohim se si do ecën. Po unë besoj se nuk do të ketë jetën politike plas, gjithmonë jetën e gjatë më tepër se sa në fund vitit. Zoti Merkoçi, si e ke parë këtë përplasjen e foltoreve në Partinë Demokratike, ku nga njëra anë është Saliani, nga ana tjetër është Berisha? Tash të themi që nga një anë është Saliani, nga një anë është Berisha, do ta quaj luftë e dy personave. Duke mos dashur ta kanalizoj vetëm tek emrat e personave, them që është një lëvizje pa lëvizje. Ashtu që kam thënë që fillim, lëvizje pa lëvizje, për një arsye të thjeshtë, sepse u pa për shembull edhe në Durrës, në atë të Durrësit u pa që nuk dha ndonjë sinjal, nuk dha ndonjë alternativë, nuk u hodha absolutisht asnjë alternativë, nuk pati një kaos. Dhe një lëvizje që nisën pa kaos, pa alternativë, pa gjë, ngelet një lëvizje boshe. Ashtu e quaj, një lëvizje boshe. Nuk e di se çfarë do t'i japi në ditët në vijim, por është ajo shpreha, fillimi mbar gjysma punës. Tash kur nuk ke një alternativë, kur nuk ke një kaos, kur shkon tek, domethënë, antarësia jote, shkon edhe nuk ndjell asgjë, nuk e di, domethënë, të merresh një orë vetëm të shash Ramën në atë takim, për shembull, më duk pak absurde. Nuk ka këtu për të sharë Ramën, e dinë, e kanë kritikuar, bëjnë gjithë, kanë bërë situata dihet, vjedhja dihet, çdo gjë këtu pritet veprojë drejtësia për sa i përket Ramës. Dhe kjo nuk ta ka ndarë partinë kjo, se a ka vjedhë Rama apo s'ka vjedhë Rama. Këtu partia është
është ndarë apo është coptuar pikërisht për shumë faktor dhe aktor të tjerë. Nëse do të bësh analizë dhe do të bësh një lëvizje, për mua, ajo që kam thënë gjithmonë është që duhet patjetër, domethënë, të ngresh një kauzë, të japësh alternativë, të japësh edhe rrugën e zgjedhjes. Unë nuk e di për shkakun se këta japin një rrugë zgjedhje. Nuk kam deri tani nuk kam pa që të kenë një rrugë zgjedhje, të japin një rrugë zgjedhje apo të godasin ashtu siç është për të goditur. Deklarojnë statutin, por pa ju referuar pikave, pa ju referuar gjë, se janë po këta kanë qenë këtu brenda, po këta janë këta, po këta bëjnë lëvizje, pastaj shuhet lëvizja, për shembull bëri përshtypje, aty u thrit emri aty Kalas, e kuptoj, dhe ai nuk del me folën foltore, nuk e di pse, duke qenë prezident të sallë. Nuk e di domethënë se si është e mundme që domethënë një njeri që vjen për këtë punë dhe ty të jepet emrin në sallë dhe ti pastaj për dal dhe të folur dhe ti pastaj nuk del duke qenë prezident aty, pa ata njerëz të shohin që je aty, si është e mundë. Nuk u dha asnjë lloj justifikimin që pse nuk doli. Domethënë këtu e shoh tek vendosmëria. A kanë vendosmëri këta njerëz, kanë rrugtim të gjatë, apo e kanë kështu bëm një tallavaj dhe në fund fare e mbyllim edhe ka një gjë. Do ketë domethënë atë pjesën e cila gjithmonë ka një justifikim, gjithmonë do gjetë një grepç, domethënë për të justifikuar mos veprimin e veprimit që duhet bësh. Dhe kështu do të ndodhi. Por unë kisha shumë shpresë do ketë një lëvizje në PD, por ajo lëvizje që duhet të jetë lëvizje fraksioniste, nuk duhet të jetë lëvizje kot. Domethënë, hajde ti takojmë antarësinë. Antarësinë takoj sa herë dush, bëj sa herë dush, nuk ke pse trumpeton një gjë të tillë kur nuk bën asnjë lloj veprimi të tillë. Se unë morë si njerëzit që janë më të votuar, unë kam thënë njerëzit më të votuar, njerëzit më lej, këto janë pralla në PD pastaj, nuk e ha njëri këto njerëzit më të votuar. Nuk ka njerëz votuar atje. Atë gjithmonë ka komandu Berisha, komandon Berisha, ka që gjë. Nëse janë zot, dalin Berishës përballë, ta thonë cop, dalin edhe të marrin forcat pastaj. Nëse duan pastaj në këtë lloj forme. Nëse duan reformim partia, nuk është kjo rruga që bëhet për reformim partia. Zotë Mergoqi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.